Ishte viti 1890 dhe një farmacist amerikan i quajtur Caleb Bredam hyri në një azil pleqsh. Ai vuri re që shumë nga ata pleqë që gjendishin aty në azil kërkonin ilaçe, ndonse s'kishin nevojë për ilaçe. E kështu i erdhi në mendje që të krijonte një pije që të mund të zvendësonte ilaçet që ata kërkonin. Dhe kështu bëri. Ai pasi shkoi në farmaci, bëri disa teste për të dhënë diçka. Ajo që më vonë pastaj u quajt edhe terapia placebo. Terapia placebo që u bë më vonë nga vitet 80 në Meksik, e mori pikërisht nga ky zotëria këtu. Dhe është pratikament me pak fjalë është ujë me sheqer. Dhe atë që bëri edhe Caleb. Caleb bëri ujë me sheqer me disa aroma dhe e ngjyrosi me kafeinë. Kaq, s'është asgjë më tepër Pepsi. Dhe nga ky moment lindi Pepsi i famshëm. Por çfarë ndodhi? Sepse ai e bëri vetëm për disa azile pleqsh dhe për disa njerëz që kishin nevojë vetëm që të zvendësonin ilaçet. Mirë po nuk e mendonte kurrë që mund të kishte një sukses të madh, sepse me kalimin e kohës shumë shpejt filloi një sukses i madh që të shkonin tek farmacia dhe të kërkonin pikërisht pra këtë lloj pijeje. Në fillim në fakt kjo pije quhej Brad's drink, një gjë e tillë, Brad's drink. Por pastaj me kalimin e kohës ai vuri re që meqense kjo do të ndryshonte pastaj edhe le themi atë mendimin për sa i përket asaj terapisë placebo, ai vendosi që ti ndryshonte emrin. Por si do t'ja ndryshonte emrin? Në fakt ai bleu diçka që ishte po aty në atë qytet, pra në Kaliforni, që ishte një pep, një diçka e tillë, një shoqëri që quhesh Pep Cola. Pse Pep Cola? Sepse e kishin bërë me kola dhe e kishin bërë një përzierje që i ngjasonte parafërsisht Pepsit. Dhe ai çfarë bëri? Vetëm e modifikoi dhe e bëri Pepsi. Pse e bëri Pepsi? Sepse donte që të ngjasonte me dispersia. Për ata që nuk e din, dispersia është me një fjalë kur ti ke probleme nëse ha diçka, si mund ta bluash këtë me pak fjalë. Dhe gjoja ky Pepsi do të ndihmonte pra në bluajtjen e ushqimit. Në fakt bëri një publicitet jashtëzakonisht të madh pas viteve 1900 dhe mori përpjestime të mëdha, sepse nga aty ja u dha edhe disa sportistëve dhe disa artistëve dhe nga ai moment u bë Pepsi që njohim sot. Por nuk mbaron këtu kjo histori, sepse Pepsi, jo vetëm pija e Pepsit, por edhe pije të tjera, kanë ndryshuar metodologjinë e shitjeve në botë. Bile duhet të dini që Pepsi me kalimin e kohës u fut edhe në bursë. Po, dhe sot i përket një shoqërie që as nuk e keni iden fare. Një shoqërie shumë të madhe që le të themi që më mirë mos ta përmendim. Dhe sepse nuk është vetëm ajo, por edhe të tjera. Shoqëri me fjalë që mbledhin asetet ose marrin pjesë në aksione të disa shoqërive të mëdha, si në këtë rast për shembull edhe të Pepsit ose të Pepsi Colës ose të Coca-Colës. Tani ai Pepsi u bë fillimisht i famshëm edhe për vetë faktin, jo vetëm që ja dha artistëve, por u bë i famshëm sepse konkuronte me Coca-Colën. Ishte momenti që filloi të konkuronte me Coca-Colën. Coca-Cola ishte numër 1 dhe pastaj ishte ky. Në Coca-Cola kishin vënë vetëm gaz, dhe ai s'dinte se si të bënte dhe me kalimin e kohës i vendosi edhe gazin brenda. Pra Pepsi. Dhe e quajti Pepsi Cola. Por në vitin 1992 Pepsi Cola bëri diçka që le të themi që vajti kundra publiciteteve që bëri, sepse duhet të dini që pas viteve 1980 Pepsi Cola u bë një nga pijet më të shitura të planetit. Pastaj, me fjalë, për pak fundosi edhe Coca-Colën. Por çfarë ndodhi? Në vitin 1992 në Filipine vendosën që të bënin një llotari se kush do të fitonte këto shishet e Pepsi Colës, sepse i kishin bërë në përshishe fillimisht. Dhe çfarë do të bënin? Kishin vendosur që kujt do t'i binte një numër, pra ky numri këtu 349 mos gaboj, kujt do t'i binte numri 349 do të fitonte një shumë para, që ishin rreth 10 milion pesos, duket mos gaboj. Megjithatë, ishte një shumë e madhe. Si përfundim, doli publiciteti në televizione, u mbushën televizionet plot dhe dini shitjet që bën vetëm me këtë, duke thënë vetëm këtë gjë. Bën me miliona shishe shitje, miliona shishe. E megjithatë,
kur erdhi momenti që do të bënin seleksionimin, ndodhi diçka. Ndodhi diçka që nuk e prisnin. Në gjatë seleksionimit sepse e kishin bërë me kompjuter. Kompjuteri duhet në vitin 1992 kishin futur kompjuterat dhe do të bënte seleksionim me këtyre shisheve. Mi po pati një bug kompjuteri, pati një problem. Pra sistemi që ata kishin bërë, pati një problem. Dhe teksa numëronte ato shishe, sepse ishin në bazë të numrit të shisheve, duhet bënte një llogaritje që pastaj të nxirrte numrin kush do fitonte. Pra kush kishte marrë atë tapën, me fjalë nga brenda tapës ishin numrat, brenda tapës së shishes. Dhe kujt i kishte rënë ai numër do të fitonte. Por ndodhi një problem i madh. Dhe problemi ishte tek kompjuteri. Kompjuteri nxori numrin 349 dhe u bën nami. Me një fjalë, kompjuteri e nxori atë numër që e nxori në pafundësi dhe fituan me mijëra njerëz, me mijëra. Dhe çfarë bëri? Ata nuk mund të jepnin secili 10 milion. Dhe vendosin që të jepnin 10 milion, vetëm 10 milion të gjitha bashk. Por të gjithëve këtyre që fituan. Ishte një tallje e madhe për popullin dhe çfarë bën? Menduan që të bënin një kërkesë. Pra gjithë grupi të bënte një kërkesë për qyteti dhe e menduan që të flisnin me presidentin e shtetit. Dhe si përfundim i tha, nuk do të bëhet e ligjshme shitja e Pepsit në territorin e Filipinëve. Dhe ky ishte problemi kryesor që ata menduan që nga ky moment mund të fundoste një herë për gjithmonë jo vetëm Filipinën, por në mbar botën, me fjalë shitjen e Pepsit. Dhe nga ai moment shitën aksionet më të mëdha. Mendohet që ky truk ishte bërë nga një grup që ishin kundërshtarët, mendohet Coca-Colës, ose mendohet ata që kishin ndërmend që t'jau blinin, pra që t'u blinin aksionet. Dhe kështu ndodhi. Kështu që përveç se u dhanë një pjesë të konsiderueshme të gjithë atyre që fituan, por vendosën që të mbyllnin gojën dhe mos hapeshin më nga ai moment. Dhe shitën aksionet që me kalimin e kohës pastaj shitën për herë të dytë aksionet pjesës tjetër të aksioneve, derisa sot janë një nga kolosët më të mëdhenj të globit, sepse pas tyre janë ata mjeshtrat që ndoshta kishin organizuar të gjithën atë çka tham. Megjithatë, si është njeriu, Zoti i madh, Zoti i madh si është njeriu. Njeriu joshet me pak. Njeriu joshet me asgjë, jo me pak. Dhe është e çuditshme se si njerëzit shpeshherë nuk e kuptojnë që kur bëhet fjalë për një shishe, për shembull, ose një dhuratë të vogël, siç ka ndodhur edhe në Shqipëri ka ndodhur, me tortën e madhe ose me gjëra tjera, njerëzit nuk e kuptojnë që në fundit është vetëm një tallje. E di që ndokush nga ju do thotë po mirë, ka disa që kanë nevojë. E kuptoj që kanë disa që kanë nevojë, por duhet pak dinjitet, sepse në këto raste është mirë që të kuptosh thelbin e së vërtetës. Jo të shikosh me fjalë që tjetri duke u tallur me ty e duke qeshur, të shikoj se çfarë bën ti. Nuk e dim kuptoni apo jo. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë lojë të bukur të Pepsit që bëri atëherë. Dhe njëkohësisht edhe për këtë zbulimin e madh që bëri, ujë me sheqer dhe me pak kafeinë. Duhet të dini vetëm diçka, jo sepse të tjerët nuk e bëjnë dot. Mbajeni mend këtë që po i thot Nadir Mura. Jo sepse të tjerët nuk e bëjnë dot, jo sepse unë nuk e bëj dot ose ju nuk e bëjnë dot, por të fundosin brenda një dite. Nuk mundesh që të dalësh, sepse bota sundohet vetëm nga një grup njerëzish. Dhe ai njëri nga ata që mori aksionet është pikërisht pra pjesëtar. Pa iden e mori, i pëlqeu ideja, me fjalë që kishte bërë ai, por ja mori në mënyrë shumë të rafinuar. Pres komentet tuaja, kalofshi bukur.